Përshëndetje Azjene. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Siç e shikoni, bëj lidhje të drejtë për drejta për ciklin e hënës, janë shumë të rëndësishme, prandaj kam zgjedhur që të bëj parashikime në lidhje me këtë. Këto i bëj një herë në 2 javë, ndërkohë që duke alternuar një herë në javë bëj edhe me pyetje përgjigje, aty ku marr edhe pyetjet tuaja. Në përgjithësi ato zhvillohen pak a shumë teme lirë, postime të cilat i bëj tek rrjetet e mia sociale, edhe tek Instagrami, edhe tek TikToku, e njëjta gjë është e mbleshme edhe tek YouTube im. Kam parashikime ditore, tek parashikime ditore flas vetëm për parashikimet e përgjithshme, nuk i prek shenja, ndërkohë që kur bëj analizën e ciklit të hënës, flas gjithmonë edhe për shenjat, ndërkohë që kam edhe një lidhje të drejtë për drejtë përsërit çdo javë, është ditën e shtunë, e bëj vetëm nga TikToku sepse cilësia e videos është më e mirë, dhe aty flas për parashikimin javor. Këto janë shërbimet e mia pa pagesë, kam edhe shërbime të cilat janë me pagesë, të cilat përfshin konsultat personale, aty përfshin analizë e hartës, mund të gjejmë ascendentin për të gjithë ata që nuk e din orën e tyre të lindjes, po ashtu mund të bëjmë edhe analizën e lidhjes tuaj. Do ju këshilloj që si fillim të dëgjoni ndikimet e përgjithshme sepse na prekin të gjithëve, duke qenë se prekin natyrën detyrimisht dhe ne jemi pjesë e natyrës, prekim edhe ne. Pas kësaj do t'ju këshilloj që të dëgjoni ascendentin, sepse kjo është më personal. Dhe pas ascendentit do të këshilloj që të dëgjoni shenjën e tuaj të diellit, pra shenjën e zodiakut të cilin i përkisni. Për pyetjet tuaja personale, përsëris mund të merrni konsultën tuaj, dhe për shpjegimet e profesionit tim, se çfarë është ose çfarë nuk është, mund të drejtoheni tek Google ose edhe tek ChatGPT sepse e shpjegon shumë mirë. Okej, unë pa humbur dhe më tepër kohë, po filloj me njëherë tek ndikimi që do të ketë kjo hënë plot. Është një hënë plot tek shenja e dashit, ndërkohë që dielli do të jetë i vendosur tek shenja i peshores. Do të kemi, ose më thënë do të jetë në datën 7 tetor 2025 dhe do të jetë në orën 5:47 me orën e Shqipërisë. Pra do të jetë herët në mëngjes. Për këtë arsye, ndikimet në përgjithësi do t'i ndjejmë gjatë gjithë ditës, bile kemi filluar të ndjejmë edhe tani. Por, sidomos atë ditë, pra ditën 7 tetor, do ta ndjejmë vërtet shumë, i përkon ditës së martë. Gjatë asaj dite do t'i këshilloj që t'jemi më të vëmendshëm, sepse kur kemi një hënë të plot, jemi shumë më tepër impulsiv. Kjo është detyrimisht për çdo hënë të plot, është e vlefshme, edhe kësaj radhe nuk do të jetë ndryshe. Kjo gjatë hënës të plot do të kemi shumë ndikime të rëndësishme, ndikime më madhe ose më themi karakteri kryesor i kësaj hënë të plot, edhe pse dielli në ato momente do të jetë i vendosur tek shenja e peshores, ndërkohë që hëna do të jetë i vendosur tek shenja e dashit, ndikimi kryesor do të jetë mbi Mërkurin, duke qenë se do të ketë shumë ndikime nga pothuajse të gjithë planetet në ato momente. Mërkuri në ato momente do të jetë i vendosur tek shenja e Akrepit dhe kjo në vetvete do të thotë një problem. Duke qenë se Mërkuri tek shenja e Akrepit merr formën e tij, e cila është vërtet shumë manipulues. Dhe detyrimisht kjo na bën ne shumë herë më tepër të hapur ndaj problemeve, duke qenë se edhe shoqëria në ato momente mund të jetë e prekur shumë. Arsye kësaj është se njëti Mërkur do të ketë edhe kënde negative me Plutonin, i cili është i vendosur tek shenja ujorit. Në qoftë se i marrim me radhë çfarë do të thonë këto. Unë po filloj njërë si fillim tek ndikimi që do të ketë hëna dhe dielli dhe pastaj do të kaloj me njëherë tek ndikimi që do të ketë Mërkurin. Hëna dhe dielli në të vërtet janë të dy në dyje fikse të cilat kanë ndikime pozitive. Për këtë arsye kemi mundësi të shmangjes të problemeve që do të them më vonë. Hëna do të jetë vendosur tek shenja e dashit, pothuajse në mes të shenjës së dashit në 14 gradë më mirë të themi, dhe do të jetë në përgjithësi në ndikime pozitive. Edhe pse mund të jemi impulsiv, sepse është vendosur tek shenja e dashit, kjo nuk do të thotë që nuk kemi mundësi zgjidhje. Por tema kryesore e kësaj do të jetë sakrifica. Do të na duhet një farë sakrifice në mënyrë që t'ja dalim ban, ose që të kalojmë problemet dhe të shmangim të gjitha streset që mund të kemi akumuluar bile deri në këto momente.
Tema kryesore e kësaj hëne të plot do të jetë daljen në sipërfaqe e gjithçkaje që deri në këto momente ka qenë mbuluar. Ato çfarë kanë qenë brapa skene, do të fillojmë që t'i kuptojmë vërtet shumë mirë. Nuk do të kemi mundësi që të shmangim realitetin. Pra, deri në këto momente e kam thënë shumë shpesh që mos u drejtoni tek zhurma, fokusoni tek ajo çfarë po ndodh vërtet. Në këto momente nuk kemi më nevojë, ose më themi fare kësaj hëne të plot, nuk do të kemi më nevojë, sepse do ta shikojmë vërtet shumë qartë. Hëna në ato momente, pra gjatë kësaj hëne të plot, do të jetë e vendosur përsëris tek shenja e dashit dhe është në një fix i cili në të vërtet ne jep shumë fat, por kërkon një farë sakrifice. Sakrifica është vullneti që ne kemi për të ndihmuar të tjerët, duke qenë se fare kësaj hëne të plot mund të kuptojmë shumë mirë se cilët janë aleatët tanë. Por detyrimisht do të kemi edhe një frymë tjetër e cila mund të dalë në sipërfaqe, që është fryma e kopesë, duke qenë se shenja e dashit, pra dashi domethënë dhe dele. Kjo do të thotë që në qoftë se ne jemi të vetëdijshëm dhe dim se nga çfarë të heqim dorë, detyrimisht mund të kemi një rritje vërtet shumë të madhe, jo vetëm ne si individ, por si shoqëri. Por në qoftë se ne vazhdojmë që të jemi me frymën e kopesë, pra të ndjekim personat nga mbrapa thjesht për çështje ideologjish, detyrimisht do të kemi probleme. Jo vetëm individi, do të ketë probleme i gjithë shoqëria. Nga ana tjetër, kemi diellin të vendosur në këto momente tek shenja e peshorës. Kjo do të thotë që kemi energji vërtet të ulët të këtij dielli, duke qenë se tek shenja e peshorës dielli ka një energji të ulët. Ndikimet më të mëdha këtu do të vinë tek marrëdhëniet në çift, duke qenë se do të dalin në sipërfaqe të gjitha problemet që deri në këto momente nuk i kemi vënë re. Kemi mundësi që të zgjidhim, po detyrimisht që kemi mundësi që të zgjidhim, por duhet të jemi të vetëdijshëm, pra kushti që sapo thash tek që vjen si rrjedhoj e hënës. Duhet të dimë se çfarë të sakrifikojmë, që si gjithmonë sakrifica më e logjikshme është egoja jonë, në qoftë se ne nuk bjem prej egos ton, kemi shumë mundësi që të krijojmë marrëdhënie vërtet shumë të shëndetshme në këto momente. Tashmë po kaloj tek ndikimet që do të ketë Mërkuri, duke qenë se siç e thash dhe karakteri kryesor i kësaj hëne të plot. Mërkuri do të jetë i vendosur tek shenja e Akrepit dhe ka këndë negative me pothuajse të gjitha planetet, siç e përmenda. Më e rëndësishme prej tyre do të jetë Urani, duke qenë se Urani është një oktavë më lart. Pra, ndërkohë që Mërkuri është intelekti jon, është logjika jon, apo mendja jon, Urani është mendja e universit. Dhe në momentin që këto të dyja janë në këndë negative me njëra tjetrën, ne kemi shumë më tepër mundësi që të gënjejmë veten tonë. Pra, ajo çfarë do të na manipulojë më tepër do të jetë mendja jonë, sidomos mendimet, ideologjitë që kanë të bëjnë me ato çfarë kemi mësuar deri tani, pra që kanë ardhur brez pas brezi. Kjo është edhe pika ku që duhet të thyejmë faktikisht. Por në qoftë se nuk arrijmë që ta thyejmë këtë, do të kemi probleme të rëndësishme me të ardhurat materiale, duke qenë se në këto momente Mërkuri është i vendosur tek shenja e Akrepit dhe Akrepi do të thotë edhe bashkëpunime për të kryer burime të reja materiale mbi të gjitha, dhe në këto momente Urani është i vendosur tek shenja e Binjakëve, që do të thotë bashkëpunime ose tregti. Do të kemi shumë manipulime për këtë arsye, mund të kemi dhe humbe shumë të mëdha të mirave materiale, duke qenë se edhe prodhimtaria gjatë kësaj vere nuk ka qenë ashtu siç duhet. Këtë do ta fillojmë që ta vëmë re tani, mund të kemi rritje shumë të mëdha të çmimeve për këtë arsye. Por të gjitha këto në të vërtet nuk bëhen në thjesht për anën materiale, edhe pse këtu do të vëmë re më tepër, pra këtu do të ndikojmë më tepër. Ajo çfarë është qëllimi i gjithë kësaj është që të bëhet thyrja e kufive. Çfarë do të them me këtë? Në këto momente kemi pak a shumë një luftë që po ndodh pothuajse në të gjithë botën, dhe detyrimisht e kemi vënë re ose se kemi vënë re, kemi mbyllur syt apo s'kemi mbyllur syt në këto momente, pas kësaj do të jemi të detyruar që të përballemi me këtë, sepse do të kemi më tepër dalje në skenë të lajmeve. Mund të kemi bile edhe mbarimin, ose mund të kemi edhe vdekjen e individëve, personave të caktuar, të cilët mund të jenë edhe piknisja e një fryme të re. Kjo nuk është një frymë e re e cila është shumë pozitive, në qoftë se e lëm të vazhdojnë rrugën e saj, duhet të jemi shumë të vetëdijshëm për i përsëris
çdo gjë që do të ndodhë çësa periudhe është një farë provokimi në mënyrë që të përhapet frika. Frika, arsye që për kjo është për të kufizuar të drejtat dhe lirinë, për te kalimin e kufijve njerëzor. Dhe kjo mund të vjetre në mënyrë, ose më them në eliminimin të drejtave të plota pothuajse të femrave, sepse do të jenë pikërisht ato që do të cënohen më tepër. Këtu do të kemi një farë mënyrë kërkimin e sakrifikimit të tyre, të femrave për përsëris në mënyrë që në thonjza të shpëtohet shoqëria, ndërkohë që do të ndodhë komplet e kundërta. Mund të kemi përhapjen e ndotjes së ajrit, përhapjen e lëndëve kimike, e cila është një nga problemet më të rëndësishme që do të vëmë re në këto momente. Kjo detyrimisht do të vjetre më tepër tek zonat ku ka luftë, por mund të vëmë re edhe në pothuajse në çdo vend tjetër. Mund të kemi një rritje vërtet shumë të madhe të agresionit, përhapjen e fatkeqësive dhe ngjarjeve të cilat mund të bëhen dhe legjende, por për shumë në të ardhmen. Të gjitha këto e di që duken si negative, por janë thjesht fundi i një periudhe në të cilën ne kemi qenë të pavetëdijshëm. Pas kësaj do të kemi dalje në skenë të një fryme të re. Në mënyrë që ne të jemi më të vetëdijshëm tashmë, duhet të përballemi me çdo gjë në pikën e fundit, pra në mënyrë që edhe të kryengrihemi. Në qoftë se vazhdojmë në frymën e kopës, detyrimisht do të vazhdojmë që të jemi të udhëhequr nga individ, fryma ose persona të cilët do të na shpijojnë në rrugë shumë herë më negative se ç'ndodhem në këto momente, por në qoftë se ne vetëdijsohemi, kemi një mundësi që të krijojmë edhe një ambient në të cilin do të jemi krenare, të themi, për të jetuar pas kësaj. Një ndër pikat në cilat do të vëmë re problemet më kryesore që mund të kemi përhapjen edhe të problemit më të rëndësishëm do të jetë marrëdhënia në çift, duke qenë se shenja e dashit dhe ajo e peshores, domethënë në pikërisht kjo, krijimi në alatëve të rinj ose të bashkëpunimeve të reja, por si fillim duhet njëherë të testojmë këtë lidhje. Për këtë arsye mund të kemi testimin e marrëdhënieve në çift. Pra përveç atyre të ndikimeve që kishim tek shoqëria, tani po kalojmë tek individi. Këtu mund të kemi përhapjen e sëmundjeve, sidomos ato që janë të transmetuara në anë seksuale, dhe prej këtyre mund të kuptohet edhe tradhtit që mund të kenë ndodhur deri në këto momente. Kjo është edhe arsyeja që problemet në çift mund të zmadhohen edhe më tepër, por do të kemi tashmë mbarimin e të gjitha marrëdhënieve të cilat kanë qenë problematike, aty ku nuk e dini se ku qëndronin, ose në disa raste, duke që do dalin në skenë tradhti, do të kuptojmë mirë se cilët kanë qenë persona që nuk kanë qenë të përshtatshëm për ne. Kjo nuk është diçka thjesht pozitive, përfatëkisht mund të kemi edhe një rritje në agresion, siç e përmenda, dhe fal këtij agresioni mund të kemi edhe probleme vërtet të rëndësishme dhe dhune. Për këtë arsye mund të kemi edhe krime që do dalin në skenë nga xhelozia ose vrasje nga turpi. Kjo mund të vjetre më tepër në zonat rurale detyrimisht, por mund ta vëmë re edhe brenda qytetit, sepse do të kemi një agresion shumë herë më të lartë se ç'është zakonisht. Mund të kemi rritje në mizori dhe shkatrim, në vrasje e të tjerë. Do të kemi edhe ndikime pozitive, por do të përmend edhe disa gjëra të tjera të cilat kanë ndikime vërtet shumë të rëndësishme. Arsyeja që po i them këto është sepse mund të shmangi. Se si mund të shmangi do t'i them më njëherë pas pak, por dua t'i përmend njerëz të cilët janë gjëra që do të na dalin përpara në mënyrë që ta dimë që po dalin për këtë arsye. Atëherë, mund të kemi edhe mashtrime për sigurimet shëndetësore, skandale të tilla, dhe kjo mund të thotë edhe vjedhje e fondeve, vjedhje e fondeve, mund të kemi edhe mashtrime në lidhje me, ose më themi, thurjen e ëndrave pak a shumë për prona të patundshme. Pra mund të kemi edhe shitjen e shtëpive të cilat nuk ekzistojnë. Për këtë arsye do t'i këshilloja që të jemi më të vëmendshëm. Kjo është pikërisht arsye që i thash si fillim këto, sepse këtu janë pikat ku do të jemi të vëmendshëm. Në momentin që
ne bëjmë aleat më të mirë të njëri tjetrin, pra komunikojmë në mënyrë të hapur, pa kunja, pa u munduar që të themi me një fjali me 109 kuptim, të flasim hapur, e kemi shumë më të thjeshtë që të ndihmojmë edhe njëri tjetrin, por edhe veten tonë, sepse në momentin që nuk e lodhem njëri tjetrin, bëjmë aleat të njëri tjetrit. Për këtë arsye, do të kemi shumë më tepër mundësi të shmangim të gjitha problemet që përmenda pak përpara. Përveç problemeve që kanë të bëjnë me përhapjen e sëmundjeve që janë nga rrugët seksuale. Këtë po na vizoj. Në momentin që kemi shumë partner seksual, ekziston shumë më tepër mundësia që në këto momente të kemi përhapjen e këtyre sëmundjeve, prandaj e vetmja mënyrë që ti mund të shmangim këto është që të jemi besnik. Nuk është gjë e keqe, është gjë e mirë, prandaj dhe mund ta bëjmë. Kemi një komunikim pak më të ashpër, por në qoftë se arrim që ta zbutim këtë detyrim, do të jemi shumë më të aftë që siç e përmenda të krijojmë aleat tek njëri tjetri dhe të kemi mundësi që të shmangim të gjitha problemet që mund të dalin, të gjitha ato problemet që përmenda. Për sa i përket çështjeve shëndetësore, në të gjitha fushat e tjera në përgjithësi kanë ndikime pozitive. Sepse periudha ku kishim probleme me shëndetin tashmë u mbyll. Kemi një rilindje, kemi bile mund të kemi edhe krime të reja përsa përket ilaçeve, po ashtu edhe në lidhje me mjekësinë, sepse do të kemi një përparim vërtet shumë të madh në këto momente. Kemi edhe një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv përsa përket mjekësisë alternative, duke qenë se këtu mund të kemi një fokusim edhe më të madh dhe do të kemi dalë në skenë ose më themi zhvillimin edhe të mëtejshëm të shërimit që vjen nëpërmjet frekuencave të ndryshme. Kjo është një nga ndikimet të cilat do të ketë shumë më tepër prioritet në të ardhmen, por kjo është një hanë plotë e cila do të zmadhojë edhe më tepër ndikimin pozitiv që kemi pasur në këtë pikë. Ndërkohë që për sa i përket të ardhurave materiale, këtu të gjitha shenjat pa përjashtim do t'i këshilloja që të gjitha bashkëpunimet, të gjitha marrëveshjet të cilat dëshirojmë që të bëjmë në këto momente, nuk ka rëndësi se cilat janë, do t'i këshilloja që të merrnim ndihmë nga ekspertët, të merrnim me ndihmën e disa personave, sidomos atyre që kemi besim detyrimisht, sepse jemi shumë më të hapur ndaj manipulimeve dhe mashtrimeve. Duke qenë se Mërkuri është edhe planeti i përgjegjës për tregtinë dhe ka disa ndikime negative, siç e përmenda, është në disa kënde negativ, edhe ne jemi shumë më të prirur për të mashtruar ose për të manipuluar veten tonë, dhe të bëjmë zgjidhje të gabuara, prandaj të marrim mendimet e të tjerëve do të na ndihmojë që të shmangim këto probleme. Për sa i përket kohës, në përgjithësi, nga kjo hënë plot, duke qenë se do të jetë tek shenja e dashit, mund të thotë ndryshime pothuajse të menjëhershme dhe fortuna. Këtë mund ta vëmë rreth tani duke qenë se ndryshon menjëherë temperaturat, por kjo nuk do të thotë që është e qëndrueshme. Menjëherë mund të kemi edhe rritje të temperaturave, prandaj duhet të jemi vërtet shumë të kujdesshëm në këtë pikë. Pra, duhet të jemi të përgatitur për pothuajse gjithçka. Ndërkohë që për të gjithë ata, sepse kishte edhe një pyetje pak përpara, mund të udhëtojmë me avion, mund të udhëtojmë, është normale, në momentin që nuk kemi eklipse, nuk kemi arsye pse të mos udhëtojmë, por detyrimisht duhet të jemi më të kujdesshëm, pra më të vëmendshëm, si me dokumentat tona, po ashtu edhe që të mos bëjmë veprime të nxituara. Pra në qoftë se kemi mundësi të dalim nga shtëpia më herët për të shkuar në aeroport për shembull, sepse mund të kemi edhe probleme me trafikun, jo vetëm kaq, duke qenë se durimi është shumë i ulët gjatë kësaj periudhe sepse jemi shumë impulsiv, edhe ne mund të kemi tendencën për të vepruar në mënyrë impulsive ose për të reaguar në momente ku duhet të qëndrojmë të qetë. Pra, durimi është i limituar në këto momente. Atëherë, ndikimet e kësaj hëne të plot, duke qenë se është në javën e parë të tetorit dhe duke qenë se hëna e plot, ndikimet i ka pothuajse një muaj, që gjithë muajin tetor do t'i ndiejmë. Kjo është edhe arsye që nuk bëra parashikime për muajin tetor, por specifikisht për muajin tetor, nesër do të jem tek Top Channel, dhe aty do të flas për të gjithë muajin, mund ta ndiqni që atje. Për të gjithë ata që duan të dëgjojnë vetëm për muajin tetor, mund të drejtohen atje, por personalisht ju të këshilloj që të dëgjoni edhe këtë kur ta vete kanali im YouTube, duke qenë se kur flas për ndikimet e hënave, për ciklet e hënës pra, unë flas shumë më tepër me detaje siç e vini re.
Dhe minutazhet tek programet televizive është gjithmonë i limituar, që edhe nëse dëshiroj unë nuk mund të them shumë gjëra. Shenja dash nga kjo hënë e plot ka një ndikim shumë pozitiv. Kur vjen puna për tek individi, vërtet kemi ndikime shumë pozitive, këtë po e them pas e do rikaloj përsëri tek shenja e dashit. Ndikime që kemi tek shoqëria janë me kusht se sa të vetëdijshëm është individi dhe se sa i bashkohet kopes, ose sa i ndahet asaj, ndërkohë që kur vjen puna për individin ne vet, do të jemi shumë më të ndikuar pozitivisht. Kemi mbarimin në një periudhë shumë të vështirë, për këtë arsye do të futemi tashmë në një periudhë ku rruga që kemi përpara është e hapur, mjafton që të dimë që si të ecë. Po, menjëherë po rikthem tek shenja e dashit. Ndikimet e kjo shenjë janë përgjithësi pozitive, do të kemi mbarimin e periudhës ku ata kanë pasur dyshime tek vetja e tyre. Do të kemi një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv edhe për sa i përket të ardhurave materiale, e njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me komunikimin. Pika ku do t'i këshilloj që të jemi të vëmendshëm do të jetë në lidhje me bashkëpunimet në të ardhurat materiale të përbashkëta, sidomos nëse po presim një trashëgimni, jemi në një çështje gjyqësore të hapur në këto momente. Shenjat e dashit do të këshilloj që të jenë shumë të kujdesshëm, edhe në mënyrë se si komunikojmë dhe në informacionet të cilën ata japin personave që kanë rreth rrotës, sepse të gjitha këto mund të përdoren kundër tyre. Por në qoftë se e kontrollojmë atë çfarë themi, kemi mundësi vërtet shumë të mëdha për të krijuar një mirëqenie shumë të madhe në këto momente, sepse siç e thash, kemi një vlerësim më të lartë, sepse kemi pasur nga kjo hënë e plot, do të kemi fundin e dyshimit tek vetja e tyre. Do të kemi alat të cilë do të dalin në skenë në këto momente. Këta alat vërtet që do të ndihmojnë vërtet shumë, si për të krijuar lidhje të reja, sentimentale, shumë të shëndetshme, por më tepër këto do ta vëmë re për sa i përket investimeve ose për të ardhurat materiale, pra do të jenë partner biznesi. Kjo është edhe pika ku mund të kemi një rritje vërtet shumë të madhe për shenjën e dashit. Është një nga momentet ku do të marrësh shpërblimin e gjithë punës që ka bërë deri në këto momente. Nëse kemi pasur probleme me banesën, ose nëse kemi pasur probleme me të ardhurat materiale, sepse gjithmonë na duhet që të jepnim dikujt ose të ndihmonim dikë. Pra në një farë mënyrë nuk na dilte ajo çfarë neve duhet të harxhonim për veten tonë, ose për të krijuar një mirëqenie brenda shtëpisë. Kjo hënë e plot do thotë mbarimin e kësaj dhe do thotë fillimin e një periudhe ku ata vërtet kanë një mirëqenie vërtet shumë të madhe. Mund të jemi pak më të hapur ndaj manipulimit që bëjmë vetes tonë, por i përsëris në lidhje me trashëgimit, prandaj edhe këtë po i përsëris, do të këshilloj që të jeni shumë të vëmendshëm në ato çfarë thoni, në ato çfarë komunikoni, sepse çdo gjë që ju thoni mund të përdoret. Kemi mundësi shmangje të kësaj në qoftë se ne marrim ndihmën e specialistëve, pra për të gjitha çështje gjyqësore që në këto momente po i ndiqni vet, ose po mundoni që të bëni një marrëveshje midis familjarëve tuaj, me vëllezërit dhe me motrat, do i këshilloj që të drejtoheni tek specialistët, pa tek avokatët, sepse kjo do të jetë një mënyrë shumë e thjeshtë për të zgjidhur problemet që mund të kenë ardhur për një kohë të gjatë. Ndërkohë që për sa i përket çështjeve sentimentale, këtë e lash për në fund sepse është pika ku do të kemë më tepër fat shenja e dashit, duke qenë se do të kemi krijimin ose më thënë fillimin e një periudhe ku të gjitha marrëdhëniet tashmë do të jenë pothuajse perfekte, do të marrin atë çfarë meritojnë pra dhe në këto marrëdhënie, sepse mund të keni investuar shumë, sidomos në lidhje të afatgjata, po mund mos ke marrë atë çfarë dëshironi, ose për ata të cilët nuk kanë një lidhje në këto momente, mund të kem pasur një periudhë shumë të gjatë ku kanë qenë të zhgënjur nga gjithë njerëzit që janë munduar të fusin në jetën e tyre. Tashmë kjo është pika ku të gjitha këto do të mbarojnë. Janë shumë më të vetëdijshëm në këto momente shenjë e dashit, janë pjekur shumë. Mjafton që të mos jemi impulsiv. Ky është vetëm kusht dhe të mos flasim vend dhe pa vend. Okej, mos fundi gjeta fjalën që doja të gjej. Thonë. Për sa i përket shëndetit në këto momente për shenjën e dashit kemi një përmirësim të dukshëm. Edhe pse vazhdojmë që të kemi Chironin në retrograd tek shenjat e tyre, në këto momente kemi mundësi që ta tolerojmë këtë ose ta menaxhojmë vërtet shumë mirë, mjafton që të përmbajmë rutinës tonë të shëndetshme. Pra, kujdesim për çfarë ham, çfarë pim dhe të bëjmë sportin e tur. Shenja e Demit. Për shenjën e Demit, kjo hënë e plot do të thonë mbarimi i ëndrave
në si bie? Në diell, po, s'po mi të fjallën. Varimi e ëndrave në diell. Do t'jemi më realist tashmë. Kjo është periudha më pozitive për ta. Vërtet që më duhet të analizoj, është periudha më pozitive për ta, sepse do të mbaroj për ajo për cilën ata e kanë gënjur vetë natyrës, sidomos për sa i përket çështjeve sentimentale. Në qoftë se kanë vrapuar ose kanë harxuar kohën e tyre duke ndjekur persona të cilët nuk kanë qenë të përshtatshëm për ta, kjo është një periudhë të cilën, ose më them, kjo hënë e plot do të thotë mbarimin e tyre. Do të thotë mbarimin e fiks periudhës ku shenja e demit vërtet mund të ketë gënjur veten e tyre dhe mund të ketë ndjekur persona që kanë qenë të papërshtatshëm për ta. Këtu do të më duhet ta them që duhet jemi vërtet shumë të kujdesshëm se kujt i themi se cila persona na pëlqejnë, sepse mund të kemi edhe mashtrime dhe manipulime të cilat mund të vinë sidomos nga persona të cilët janë në rrethin tonë të ngushtë. Pra ata që ne perceptonim si miq të ngushtë, ndërkohë që mund të jenë persona që nuk na i duan vërtet shumë të mirë. Për këtë arsye, shenjës së demit do të këshilloj që të jemi vërtet të kujdesshëm se kujt i shprehemi. Ajo çfarë do të këshilloja është që të shprehen direkt personit, sepse kjo do të jetë shumë më thjesht për ta. Ndërkohë që nëse marrë mendimet për përsërisje të personave që janë në rrethin e tyre të ngushtë, mund të drejtohen në vende të gabuara, ose mund të manipulohen për t'u përshërpuar. Për një arsye ose për një tjetër, varet nga rasti, varet nga personi pra. Një ndër ndikime më pozitive që do të kemi për shenjën e demit do të jetë mbarimi i një periudhe të cilët mund të kenë pasur probleme me shëndetin, vërtet shëndeti fizik në këtë rast. Duke qenë se mund të kenë qenë shumë të lodhur, shumë të stresuar, mund të kenë pasur vërtet edhe një botë të brendshme shumë të ngarkuar, kjo hënë e plot do thotë mbarimin pikërisht të këtyre dhe fillimin e një periudhe ku ata dinë se ku qëndrojnë dhe se si të veprojnë. Një ndër problemet që do të ketë kjo hënë e plot do të jetë, siç e thash, Mërkuri do të ketë kënde negative të shumta dhe një prej tyre do të jetë edhe Plutoni, i cili është i vendosur në kënd negativ me ata që janë tek shenja e demit. Por e nënvizoj personat, ata të cilët kanë lindur ditët e para të kësaj shenje, do ta ndiejnë edhe më tepër. Pra, duke filluar nga data 22 deri në datën 25 prill, ata do ta ndiejnë edhe më tepër. Por në qoftë se jemi të kujdesshëm, detyrimisht do të kemi shumë më të thjeshtë për të kaluar probleme. Pika ku do ta ndjejnë, në qoftë se nuk e përdorin ashtu siç duhet komunikimin e tyre, nëse flasin vende pa vende dhe këta, mund të kenë probleme tek vendi i tyre i punës, sepse këtu kolegët e tyre mund t'ju hapin probleme. Për shenjën e demit, kjo është një hënë e plotë e cila do thotë mbarimin e një periudhe ku ata kanë pasur probleme të shumta sinjtare dhe materiale, po ashtu edhe në lidhje me shëndetin, por në mënyrë që të bëhet kjo, duhet si fillim të nxjerrit të dalin në skenë më të themi të gjithë personat që kanë krijuar këto. Për këtë arsye do të kemi dalë në skenë të çdo gjëje në këto momente. Një pikë ku do të këshilloj që të mbështeteshin do të jetë shoqëria e tyre. Po them shoqëria si koncept, sepse këtu mund të kemi edhe krijimin e një rrjeti të ri në të cilën ata mund edhe të marrin mbështetje dhe më vonë për të krijuar një mërqenie vërtet shumë të madhe, e cila do të vijë, më duhet ta nënvizoj, pas afërsisht një muaj kur të kemi hënën e plot tek shenja e tyre, por në këto momente do të kemi hapat e para, pra na duhet që të krijojmë atë rrjetin shoqëror në mënyrë që të përfitojmë në ato momente. Për sa i përket çështjeve sentimentale, në qoftë se, siç e përmenda, shprehemi vetë dhe në qoftë se nuk përzijemi njerëz të tjerë, se nuk shprehim ndjenjat tona tek persona të cilët nuk hapemi tek persona të cilët nuk jemi të sigurt për qëllimet e tyre, pra siç e përmenda tek rrethjoni i ngushtë, atëherë do të kemi mundësi që të krijojmë lidhje të reja shumë të shëndetshme. Sepse kemi mbarimin në një periudhë ku problemet tashmë aty ku mund të kenë gënjur vetën e tyre do të mbarojë dhe detyrimisht do të krijojnë lidhje të reja shumë më të shëndetshme. Pika ku do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe, në qoftë se edhe këtu nuk përzijemi njerëz të tjerë, do të jetë karriera e tyre. Këtu do të kemi ndryshime, pothuajse të menjëhershme, do të këshilloj që të jemi të përgatitur për pothuajse gjithçka, sidomos në qoftë se nuk kanë pasur guximin deri në këto momente që të shkonin drejt karrierës që ata dëshirojnë vërtet. Kjo hënë e plot mund të thotë edhe mbarimin e karrierës së tyre, duan apo s'duan ata.
prandaj edhe do t'ju këshilloja që t'jemi për të përgatitur për pothuajse gjithçka. Në çështjet e karrierës, në kohë që në çështjet sentimentale në përgjithësi jemi mirë. Edhe për të ardhur materiale në përgjithësi jemi mirë, por si gjithmonë do t'ju këshilloj që t'jemi pak më të vëmendshëm këto moment. Ndikime për shëndemit janë pozitive sepse kanë shumë fat dhe do të kenë alternativa të shumta dhe që do t'ju jetë në tyre. Mjafton që të mos përzjeni njerëz të tjerë. Kjo është këshilla më e mirë, domethënë, nëse i bëni gjërat vetë dhe në detyrimisht mund të marrëm edhe ndihmë nga specialistët, por kjo është e vetmja gjë. Do të ishte më mirë, pra do të keni më tepër përfitime. Dhe shenja e binjakëve. Shenja e binjakëve është një nga shenjat që do të ndikohet më tepër nga kjo hënë plot. Normalisht nuk do të kishte një ndikim kaq të madh nëse Merkuri, pra drejtuesi i tyre, nuk do të ishte kaq i ndikuar, por duke qenë se është, ndikimi më i madh do të jetë për shenjën e binjakëve, një ndër. Do të kemi mbarimin e periudhës ku ata vërtet e kanë tepruar në mënyrë se si vepronin, e kanë tepruar ndoshta edhe me përtacinë e tyre, e kanë tepruar edhe me dembelizmin e tyre, është një të gjë, e kanë tepruar edhe me kohën që kalonin me shoqërinë, e kanë tepruar edhe me fokusimin që kanë pasur tek një projekt i cili nuk ka pasur jetëgjatësi ose që nuk ecën. E të tjerë, është periudha që tashmë do të mbarojë, sepse do të kemi mbarimin edhe për ta të ëndrave në diell. Dhe kjo do të jetë vërtet shumë efikase për krijimin e burimeve të reja materiale, për burimin për krijimin e një jete e cila shumë më stabil, për krijimin e një periudhe të cilën ata kanë fat. Vërtet, do kenë shumë fat. Por detyrimisht kjo do të vijë si rrjedhoj e punës, pra duhet të punojnë në mënyrë që të marrin përfitimet që meritojnë. Duke qenë se në këto momente, ose më themi që sa hënë të plot, drejtuesi i tyre për Merkur do të jetë i vendosur tek shenja e Akrepit, probleme më të mëdha për ta do të vinë tek vendi i tyre i punës, me kolegët e tyre, sepse mund të kenë një mënyrë komunikimi jo të përshtatshme, sidomos në qoftë se kemi pasur probleme në qëndrimin besnik të detyrave tona, mund të kemi probleme shumë të mëdha në vendin tonë të punës. Një njëjtë gjë është e vlefshme edhe në lidhje me shëndetin, në qoftë se nuk kemi shumë besnik dhe rutinës tonë, pra nuk kemi ushqyer si duhet, nuk kemi bërë sportin tonë, e të tjerë, gjëra që tashmë i di, mund të kemi probleme në lidhje me shëndetin. Kemi mundësi që të dalim përpara këtyre, pra të shmangim këto, në qoftë se duke filluar që sot, pra që nga ky moment, të jemi më të vëmendshëm në lidhje me këto tema. Në qoftë se bëjmë këtë, atëherë kemi shumë më tepër mundësi që të jemi të shëndetshëm. Një, e dyta, në qoftë se flasim si në mënyrë të duhur, në mënyrë komunikojmë pra në mënyrën e duhur me kolegët tanë, kemi mundësi që të krijojmë edhe bashkëpunime, të cilat do të jenë shumë me leverdi për ne. Do të krijojmë aleat pra tek vendi i punës dhe kjo do të na ndihmojë shumë për të krijuar një mirëqenie vërtet shumë të madhe, sepse do të kemi një rritje në karrierë fal kësaj. Të gjitha këto do të vinë si rrjedhoj edhe e krijimit të një stabiliteti në jetën e tyre familjare, duke qenë se kjo është edhe një nga temat e cilat do të mbarojë, një nga problemet e cilat do të mbarojnë. Për shenjën e binjakëve, tema në të cilën do të kemi një përmirësim të dukshëm do të jenë edhe çështjet sentimentale. Këtu është e vlefshme edhe për ata të cilët janë në një lidhje, edhe për ata të cilët nuk janë në një lidhje. Shenja e binjakëve është një nga shenjat që do të ndikohet në mënyrë më pozitive se të gjitha të tjerë për sa i përket çështjeve sentimentale. Kanë shumë fat dhe kemi mbarimin e një periudhe ku ata kanë gënjur vetën e tyre, ku nuk kanë dalë, ndoshta janë përballur me persona që nuk janë të përshtatshëm për ta, do të kemi mbarimin e gjithë kësaj periudhe dhe krijimin e lidhjeve të reja, të cilat janë vërtet shumë të shëndetshme. Për sa i përket lidhjeve të cilat janë ekzistuese, këtu do të futemi në një periudhë ku ka më shumë fat. Do të jetë një periudhë e gjatë, por kjo do të jetë piknisja. Dhe do të vijë si rrjedhoj edhe prezantimit nga shoqëria në të cilën do t'ju këshilloj që ta përdoren. Dhe po kaloj tek shenja e gëfores. Kur kemi hënë të plot, shenja e gëfores është gjithmonë shumë e ndikuar, është një nga shenjat më të ndikuar më të themi, duke qenë se është drejtuar nga hëna. Por përveç kësaj, duke qenë se do të jetë kjo hënë e plot tek shenja e dashit, do të thotë që kemi edhe një kënd negativ pikërisht me ata që janë tek shenja e gëfores. Ky ndikim
Do të thotë për ta mbarimin e një periudhe në të cilën ata mund të kenë pasur probleme në jetën e tyre familjare, mund të kenë pasur probleme në karrierën e tyre, ku mund të kenë pasur vonesa në këto pika, por nuk do të vijë ashtu vetvetiu, do të vijë si rrjedhoj e një stresi vërtet shumë të madh. Për këtë arsye, duke filluar që nga sot dhe deri po ju këshilloj dhe afërsisht 2 javë në vazhdim, do t'i këshilloj që t'jemi shumë të kontrolluar, sepse shenja e gafuarës mund të ketë tendencë që të veprojnë në mënyrë shumë impulsive. Kjo hënë e plot do të ndodhë në një kënd negativ pikërisht me Siriusin, për këtë arsye të gjithë ne mund të kemi tendencën që të veprojmë në mënyrë impulsive sepse do të na preket shumë egoja jonë. Do të na duhet që të kemi pak a shumë një vdekje egosh, nëse dini si terminologji, nëse nuk e dini, do të thotë që duhet të shndërrohemi, duhet të rilindim në mënyrë që të jemi më të shëndetshëm dhe më efikase dhe për veten tonë dhe më të dobishëm për shoqërinë. Duke qenë se një nga tematikat kryesore, siç e përmenda, është që të mos jemi pjesë e kopes, po të jemi tashmë të vetëdijshëm me udhëheqësit e fatit tonë, dhe kjo është ajo çfarë do të ndodhi me shenjën e gaforës. Është një hënë e plotë e cila ndikimi, përfundimi është shumë pozitiv, por shumë i lodhshëm. Lodhja më e madhe është siç e thash, do të kemi vazhdimisht do të na rrihet egoja jonë në mënyrë që ne të heqim dorë nga gjërat që janë të pashëndetshme dhe që nuk i shërbejnë askujt. Shenja e gaforës në këto momente ka një ndikim shumë të madh në jetën e tyre sentimentale. Mund të kemi krijimin e lidhjeve të reja, mund të kemi dhe krijimin ose më themi përmirësimin e lidhjeve aktuale, por të gjitha këto vijnë me kusht. Kushti më i rëndësishëm për ta do të jetë që mësimet që kanë marrë deri tani të fillojnë që t'i zbatojnë. Për sa i përket jetës së tyre të përditshme, këtu shenja e gaforës do t'i këshilloj vërtet që të jemi të vëmendshëm, as të kujdesshëm, jo të vëmendshëm. Nga çdo e papritur që mund të dalë përpara, mund të dalë edhe një rrezik. Për këtë arsye do të jemi shumë të vetëdijshëm, si për personat që marrin jetën tonë, po ashtu edhe në mënyrën se si komunikojmë. Duke qenë se në këto momente komunikimi ka vërtet një ndikim shumë të madh, pothuajse të drejtë për drejtë në çdo gjë që po krijojnë në jetën e tyre. Marrëdhëniet që ka me vëllezërit e me motrat e tyre mund të jenë disi të sfiduara. Kjo veç do të sjellë në jetën e tyre një mirëqenie vërtet shumë të madhe në qoftë se arrin që ti rregullojnë këtë marrëdhënie, ose më themi në qoftë se gjejnë një gjuhë të përbashkët. Shenja e gaforës është një nga shenjat që do të ndikohet më tepër, ka një ndikim të drejtë për drejtë, po e nënvizoj, dhe ajo çfarë duhet të bëj është që të jenë të vetëdijshëm, të heqë dorë nga egoja e pashëndetshme dhe të fokusohet tek rritja e saj personale. Ndërkohë që periudha që do të mbarojë për ta do të jetë periudha ku nuk është vlerësuar, si brenda familjes, për punën që ka bërë, po ashtu edhe në karrierë. Këtu janë 2 tema të cilat do të shkëlqej pas kësaj hëne të plotë, siç e thash, përfundimi është shumë pozitiv, por shumë i lodhshëm. Në lidhje me shëndetin, kemi mbarimin e një periudhe që mund të kemë pasur probleme të rëndësishme me sistemin e tyre tretës, por drejt hënës së plotë, si më të themi, datat 6, 7 dhe 8, mund të kemi pikull në kësaj, por mund të kemi probleme edhe më të mëdha në mënyrë që të zgjidhin ose më themi të mbarojnë përfundimisht më vonë. Shenja e gaforës, stomakun e ka shumë të prekur gjithmonë, prandaj dhe është një nga zonat e trupit tonë që do t'i këshilloj që të jemi të vëmendshëm ose të kujdesshëm, të mos e teprojmë as me të ngrënën, por të mos rrim edhe pa ngrënë. Kjo hënë e plot mund të nxjerrë në skenë edhe probleme në lidhje me diabetin, sidomos ata që kanë diabet të fshehur, pra që kanë të trashëguar. Kur kemi të fshehur nuk kemi nga të dimë, pa ata që kanë mundësi që ta kenë të trashëguar, do të këshilloj që të bënim testimet e nevojshme. Shenja e gaforës është një nga shenjat që do të preket më tepër në lidhje me shëndetin, prandaj qëndrova pak më tepër këtu. Dhe Luane. Do të kemi ndryshimin pothuajse të plot të shenjës së Luanit, gjithçka do kthehet mbrapsht, po e them në këtë mënyrë. Duke qenë se dielli është e vendosur tek shenja e peshorës, ku nuk ndihet mirë, dhe hëna është e vendosur tek shenja e dashit, ku nuk ndihet mirë, pra janë pothuajse të kundërt në energji. Për shenjën e Luanit, kjo hënë e plot do të thotë një aktivizim shumë i madh i agresivitetit brenda vetes së tyre, në ambientin e tyre, pra çdo gjë që ata përballen. Çdo person që ata i dalin përpara
mund të kemi konflikte vërtet shumë të mëdha, detyrimisht në qoftë se nuk jemi të vetëdijshëm. Pra duhet jemi shumë të kontrolluar. Shenja e luanit e ka kusht vërtet që të jeti kontrolluar gjatë sehanave të plot. Duke qenë se do të kemi dalin në skenë të gjitha instinkteve të tyre primitive. Të gjitha këto në mënyrë që të perceptoj dhe të zgjidhë ose më themi të i kaloj tashmë, sepse do të kemi fillimin e një periudhe kur shenja e luanit vërtet do t'i duhet që të jetë i rritur. Pra duhet heqë dorë pak a shumë nga ana e tij fëminore. Kjo ka qenë një nga temat kryesore të hënave të plota dhe të eklipsit, që shenja e luanit po përjetonte pak a shumë atë feminin e ngelur, ndërkohë që tashmë pretendohet që ta mbarojnë këtë si proces dhe të futemi në një periudhë ku ata janë më të rritur dhe të marrin vendime më të vetëdijshme. Në qoftë se arrim që ta bëjmë këtë, për shenjën e luanit do të kemi krijimin e një ambienti ku ata do të lulëzojnë. Do të kemi një zhvillim shumë të madh në jetën e tyre në karrierë dhe krijimin e lidhjeve të cilat janë vërtet shumë të shëndetshme. Kushti është që të mos jemi agresiv. Një nga kushtet e tjera është të kontrollojmë mirë mënyrën se si ne komunikojmë. Në momentin që ne flasim në mënyrë agresive, sidomos me familjarët tanë, mundësia është që kjo do të na kthejë si bumerang dhe do të na krijojë vërtet shumë probleme. Mund të krijojë një trysni shumë të madhe brenda banesës dhe si rrjedhoj e gjitha kjo trysni mund të përkthejë në stres shumë të madh, e cila do të rrjedhë në pothuajse në çdo fushë të jetës tonë. Mund të preket shumë karriera, mund të preken shumë partneritetet, detyrimisht, dhe mund të preken shumë të gjitha marrëdhëniet, si shoqërore, për të gjitha të sferën sociale, e njëjta gjë është e vlefshme edhe në kontaktet e reja që ne po mundohemi që të krijojmë në këto momente. Prandaj dhe në këto momente për shenjën e luanit, të jenë të kontrolluar është kusht. Në qoftë se jemi të kontrolluar, çfarë do të ndodhë? Dhe në qoftë se pranojmë të rritemi, çfarë do të ndodhë? Për shenjën e luanit do të kemi fillimin e një periudhe ku ata, siç e thash, do të lulëzojnë. Këtu do të marrë një ndihmë vërtet shumë të madhe nga vëllezërit, nga motrat e tyre, mënyra e tyre komunikimi do të jetë vërtet shumë efikase dhe për këtë arsye do të kemi mundësi vërtet shumë të mëdha për të krijuar një jetë stabil, ose më të themi një mirëqenie vërtet shumë të madhe. Do të kemi mbarimin e një periudhe ku ata mund të kenë gënjur pak a shumë veten e tyre, mund të kenë mashtruar, manipuluar veten e tyre, mund të kenë qenë shumë fanatik bile në disa raste. Dhe kjo detyrimisht do të ndihmojë ata që të shikojnë botën, universin me një sy komplet të ri, me një pikëmbështrim komplet të ri, shumë më të gjerë dhe shumë më të shëndetshëm. Me të gjitha këto do të ndihmojnë ata që të krijojnë një jetë shumë më të, ose më themi një mirëqenie shumë më të madhe në jetën e tyre, për sa i përket lidhjeve sentimentale. Shenja e luanit, edhe kjo është një nga shenjat e cila ka vërtet fat. Duke qenë se në këto momente drejtuesi i tyre, pra dielli, është i vendosur tek shenja e peshorës, por shenja e luanit do të thonë që janë në një periudhë ku mund të kemi partneritete të reja. Kjo është e vlefshme edhe për lidhjet sentimentale, është e vlefshme edhe në lidhje me biznesin apo krijimin e burimeve të reja materiale. Por shenja e luanit në këto momente, për sa i përket çështjeve sentimentale, ka vërtet shumë fat. Cila është shenja e cila mund të ketë më tepër fat në krijimin e lidhjeve afatgjata ose të shëndetshme. Duke qenë se zhunoja, e cili është asteroidi që ka është përgjegjës më të themi për martesën, në këto momente ose gjatë kësaj hëne të plotë do të jetë vendosur tek shenja e shëgjetarit. Për këtë arsye, ata që janë tek shenja e luanit, lidhjet që mund të krijojnë në këto momente mund të kalojnë pothuajse më njëherë në martesë, pra janë lidhje vërtet shumë serioze dhe lidhje të cilat ju sjellin fat në pothuajse çdo aspekt të jetës së tyre. Jam e lumtur të them që për shenjën e vëgjërsis kemi ndikime pozitive. Më së fundi, tashmë. Çfarë do të mbaroj për ta? Kemi mbarimin e një periudhe ku problemet që mund të kem pasur me bashkëpunimet, aty ku personat të cilat ai perceptonin si aleat, faktikisht mund të kuptojnë që nuk janë të tillë. Ku mund të kemi pasur probleme edhe në lidhje me trashëgimit, në lidhje me borxhet, po ashtu e njëjta është gjë e vlefshme edhe në lidhje me të ardhurat materiale të përbashkëta. Nëse kemi bërë bashkëpunime dhe nuk kemi marrë ndoshta vlerën të cilën ne mendonim që duhet të merrnim, ose në qoftë se trashëgimit nuk kanë pasur kanë qenë të hapura ose nuk kanë pasur zgjidhje, se më thënë që fjalën.
kjo hënë e plot do thotë mbarimin pikërisht të tyre, sepse ata më së fundi do të mbarojnë periudhën e sfidave. E mbaruan faktikisht tek eklipsi që kishim, por tashmë do të fillojmë që të shikojmë rezultatet për këtyre. Dhe do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe të ardhurave materiale për shenjën e Virgjëreshës. Në këto momente, shenja e Virgjëreshës, edhe që se hënë të plot do të ketë Venusin, që është perëndesha e cila ka të bëjë me të ardhurat materiale, për krijimin e begatie materiale, dhe është e vendosur tek shenja e tyre. Ajo çfarë duhet që të bëjnë është balancimi, pra i punës, balancimi me jetën e tyre të përditshme, duhet të keni balans, pra pothuajse në gjithçka, mos e teprojnë me asnjë. Nëse nuk kujdesen për veten e tyre, duhet të fillojnë të kujdesen për veten e tyre. Nëse teprojnë me sasinë e punës që bëjnë, duhet ta menaxhojnë, pra. Se sa japin për njerëzit që kanë rreth rreth, sidomos për familjet e tyre, dhe këtë duhet fillojnë që ta menaxhojnë. Në momentin që e bëjnë këtë, do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe të begatisë për ta, sepse përsëris Venusi është i vendosur këtu. Shenja e Virgjëreshës është një ndër shenjat të cilat mund të kenë ndikime më të mëdha pozitive nga kjo hënë e plot. Sepse do të kemi vërtet mbarimin e periudhës ku ata e kanë mashtruar, manipuluar veten e tyre. Pika ku do t'i këshilloj që të jemi të vëmendshëm do të jetë mënyra se si komunikojmë. Mund të jenë shumë të vrazhtë në mënyrën e komunikimit në këto momente, arsyeja është sepse janë shumë të lodhur. Sidomos në qoftë se e kuptojnë që është bërë pa drejtësi, në këtë pikë mund të thonë fjalën e fundit në fillim dhe detyrimisht kjo mund të prishë shumë punë. Arsyeja që do të prishë shumë punë, arsye do të ndihen për ata vetë shumë fajtor. Dhe llogarit më vonë nuk do t'ju dalin, ose më themi mund të fillojnë të ndëshkojnë veten e tyre, si rrjedhoj, manipulimi në këtë rast do të jetë për të mos marrë atë çfarë meritojnë. Pra, hakun që ata duhet ta marrin në këtë rast, duke qenë se do të ndjejnë veten fajtor, mund të mos e kërkojnë. Kjo është arsye që si fillim duhet të fillojnë të komunikojnë, ose edhe gjatë periudhës të komunikojnë në mënyrë shumë të butë. Është kushti më i madh për ta, duke qenë se edhe shenja e Virgjëreshës drejtohet nga Mërkuri. Për fat të mirë kanë mundësi për ta tejkaluar këtë, duke qenë se Mërkuri është i vendosur tek shenja e Akrepit, pavarësisht se është në një pozicion negativ, duke qenë se ka kënd negativ, ka kënd pozitiv kërkojnë drejtësi me Virgjëreshën, kjo do thotë që kanë mundësi shumë të madhe për t'i shmangur këto probleme. Pika ku mund të kemi një ndihmë shumë të madhe do të jetë jeta jonë e përditshme dhe kolegët tanë tek vendi i punës, apo personat me të cilën ne kalojmë më tepër kohën, duke qenë se këtu mund të marrim ide gjeniale pothuajse, të cilat do të na ndihmojnë që të kryejmë edhe një begati vërtet shumë të madhe brenda banesës. Për shenjën e Virgjëreshës, vërtet që mund të kemi edhe lajme në lidhje me fëmijë, mund të bëhen për me fëmijë, mund të martohen, ose mund të bëhen me shtëpi. Njërë nga këto, zgjidhni e merrni, besoj se gjithë janë të mira. Shenja e Peshorës. Duke qenë se kjo hënë e plot po ndodh tek Dashi, dhe Dashi dhe Peshore janë në simbiozë me njëra tjetrën. Pra, çfarë ndodh tek njëra ka ndikim pothuajse edhe drejt për drejt tek tjetra, edhe shenja e Peshorës do të jetë vërtet shumë e ndikuar. Mërkuri do të jetë i vendosur tek shenja e Akrepit dhe kjo për shenjën e Peshorës, domethënë në qoftë se nuk jemi të kujdesshëm, mund të kemi harxime të shumta. Pika ku mund të manipulohemi më thjesht do të jetë pikërisht në të ardhurat materiale. Duke qenë se mund të kemi probleme në lidhje me sigurimet, kjo është një nga temat në të cilën shenja e Peshorës do t'i këshilloj që të jenë të vëmendshëm. Çfarë dua të them me këtë? Në qoftë se kemi sigurime shëndetësore, në qoftë se kemi bërë sigurime shëndetësore private, më tepër do të them, do t'i këshilloj që në këto momente t'i rishikonim. Nëse kemi bërë sigurime nëpërmjet personave të tjerë, edhe këto do t'i këshilloj që t'i rishikonin. Kjo është një nga temat të cilat jemi më të hapur ndaj manipulimit ose ndaj mashtrimeve, dhe duke qenë se shenja e Peshorës do të ndikojë drejt për së drejti tek të ardhurat materiale, do t'i këshilloj që të jemi shumë të vëmendshëm në këtë pikë ose ta rishikojmë. Ajo çfarë do të kemi ndryshime për ta do të jetë çështje sentimentale, partneritetet. Këtu do të kemi mbarimin e periudhës ku mund të kemi pasur probleme, vështirësi, e njëjta gjë është e vlefshme dhe manipulime. Do të kemi dalë në skenë të personave të cilët janë armiq. Ata të cilët mund të jenë munduar që të marrin partnerin nga duart, ose mund të kemi edhe dalje në skenë edhe të problemeve me partnerët. Çfarë do të them me këtë? Mund të marrim vesh që jemi tratuar ose na kanë tratuar, ose kemi tratuar dhe kjo mund të dalë në skenë. Pra, shenja e Peshorës në këtë moment këto janë tematikat kryesore.
Duke qenë se mënyra e komunikimit në këto momente mund të çalojë disi, janë shumë të përshpejtuar, janë shumë të nxituar, dhe mbi të gjitha mund të kemi edhe daljen në skenë të personave, individëve, ose me të rikthimin nga shkuara të personave, individëve, të cilët mund të pasur vjet të fshehura, edhe këto do të dalin në skenë. Jo të gjithë të thoni ju kanë tematika të tilla, por ata të cilët kanë, këto do të jetë tema të cilat do të bëhet vërtet shumë problematike në këto momente. Duke qenë se kemi përhapjen e sëmundjeve të cilat janë ngjitse dhe seksuale, përshën e peshorës, duke qenë se pjesa, zona ku ka më të prekshme është pikërisht sistemi riprodhues, do të këshillohet që në këto momente të jenë të vëmendshëm në këtë pikë. Këto janë ndikimet negative. Të flas në lidhje me ndikimet pozitive. Për shenjën e peshorës, do të kemi mbarimin e problemeve që kanë të bëjnë pikërisht në këto tema që sapo përmenda. Pra, nëse deri në këto momente kemi pasur probleme me partnerët tanë, sidomos në lidhjet afatgjata, për brenda martesës ose me personat të cilët bashkëjetojmë, është mbarimi i këtyre dhe fillimi i një periudhe ku ata vetë do të ndihen shumë herë më mirë dhe shumë herë më të kuptuar. Për sa i përket të ardhurave materiale, në qoftë se nuk vjen prej mashtrimeve dhe manipulimeve, sidomos në qoftë se kemi bërë investime të nxituara që nuk ishim shumë të sigurt, to do të merrem vesh më një herë gjatë kësaj periudhe, pra false hëna të plot, por kemi edhe mundësi për të rekuperuar në këto momente. Si do ta bëjmë këtë? Duke marrë ndihmën dhe këshillën e ekspertëve. Në qoftë se bëjmë këtë, kemi mundësi që jo vetëm të rekuperojmë atë që kemi ndoshta harxuar, por edhe për të marrë mbrapsht të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Duke qenë se jemi në periudhën ose në stinën e peshorës, kemi mundësi që të rritemi shumë. Dhe kjo do të jetë e vlefshme edhe në lidhje me karrierën. Në këto momente, edhe pse do të ketë një kënd negativ me hënët e me diellin gjatë se hënët e plot, duke qenë se kemi terën të vendosur tek shtëpia e karrierës për shenjën e peshorës, kjo do të thotë që mund të kemi një rritje vërtet shumë të madhe në karrierë. Detyrimisht do të kemi si fillim daljen e problemeve në skenë dhe pas kësaj mund të kemi rritje. Por në qoftë se këto probleme i kemi zgjidhur më përpara, sidomos gjatë eklipseve që ishin ajo hënës dhe ai diellit, kishim dalë në skenë të problemeve dhe rritjen e tyre në karrierë, çësa periudhë do të kemi një rritje konstante. Kemi krijimin e stabiliteti vërtet shumë të madh ekonomik dhe nga ky stabilitet ekonomik mund të kemi edhe një mënyrë të re jetese. Do të kemi një zgjerim vërtet shumë të madh të diapazonit të tyre, dhe detyrimisht kjo do të ndihmojë që të krijojnë edhe një mirëqenie vërtet shumë të madhe në banesën e tyre. Për shenjën e peshorës, në qoftë se arrin që të dalin mban problemeve që përmenda në fillim, është një hënë plotë që do të sjellë vetëm begati. Pra, kushti është që të jemi të ndërgjegjshëm, në mënyrë se si veprojmë, në mënyrë se si reagojmë. Në qoftë se na dalin probleme përpara, ti diskutojmë me partnerët tanë, dhe në qoftë se nuk e kuptojmë që jemi futur në një rrugë që nuk ka zgjidhje, do të këshilloj që pa e zgjatur shumë të ndahemi, sepse në qoftë se mundohemi që të rregullojmë diçka që nuk ka të ardhme, mund të kemi probleme vërtet shumë të mëdha. Kjo mund të thotë që mund të kemi një rritje vërtet shumë të madhe në agresivitet, cilët mund të kemi edhe dhunë brenda çifteve. Prandaj dhe në qoftë se kuptojmë që diçka nuk po funksionon, këshilla ime do të ishte vërtet që të ndajmë rrugët. Nëse mundemi të zgjidhim pra mënyrë komunikimit imi të aftë në këtë moment, që të zgjidhim nëse arrim që ta përdorim ashtu siç duhet, kemi mundësi që të krijojmë lidhje edhe më të shëndetshme dhe më të forta siç kanë qenë. Pra kemi ne në dorë, mjafton që të bëjmë zgjidhjen e duhur shpejt e shpejt, mos u mbasim kohë. Shenja e akrepit është shenja, gjitha janë të ndikuara detyrimisht. Por shenja e akrepit është shumë ndikuar sepse në këto momente Mërkuri, gjatë se hënët të plot, Mërkuri do të jetë i vendosur tek shenja e tyre dhe do të ketë këndë negative me Uranin dhe me rëndësishme me Plutonin. Plutoni është drejtuesi i shenjës së akrepit. Për këtë arsye, ndikimet më të mëdha do t'i kenë pikërisht ata. Janë shumë herë më të hapur ndaj manipulimeve, sidomos ato që kanë të bëjnë me të ardhurat materiale. Të gjithë personat të cilët merren me tregti në këto momente do t'ju këshilloja që të marrin masa. Çfarë do të them me këtë? Të marrin ndihmën e specialistëve, të rishikojnë edhe një herë të gjitha marrëveshjet që kanë bërë deri tani, sidomos me personat të cilët nuk i njohin mirë ose me personat që kanë hyrë të rinj në jetën e tyre. Do të kemi dalë në skenë edhe të problemeve që kanë të bëjnë me vendin e punës.
Këto do të dalin në skenë në mënyrë që t'i zgjidhim. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me shëndetin. Shenja e akrepit është një nga shenjat që do të ndikohet më tepër për sa i përket shëndetit, duke qenë se kjo hanë plot do të thotë mbarimin e problemeve shëndetësore, edhe ato që janë kronike, po edhe ato të cilat mund të kenë qenë sëmundje të rënda. Sidomos ato që kanë të bëjnë me sëmundje në pjesën e kokës, migren, dhimbje koke të forta, po ashtu edhe me sëmundje të rënda, e njëjta gjë është e vlefshme edhe me sëmundjet që kanë të bëjnë me gjakun. Pra, shenja e akrepit do të ketë pothuajse një shërim të plot, por në mënyrë që ta ketë këtë shërim, detyrimisht mund të kemi dalë në skenë dhe zmadhimin e problemeve aktuale. Për sa i përket jetës së tyre profesionale, këtu mund të kemi probleme vërtet shumë të rëndësishme me kolegët e tyre. Por falë kësaj do të kemi dhe krijimin e aleatëve të rinj. Këta aleatë do t'i ndihmojnë vërtet shumë për të pasur një begati shumë të madhe në jetën e tyre. Ky mërkur, në qoftë se kontrollohet ashtu siç duhet, pra, në qoftë se jemi të organizuar, në qoftë se komunikojmë në mënyrën e duhur, pra shprehemi hapur, qartë dhe saktë. Nuk mundohemi që të themi gjëra të fshehura ose më të themi me disa nënkuptime, sepse kjo është edhe një nga temat kryesore të shenjës së akrepit. Nëse nuk mundohemi që të bëjmë detektiv për gjëra që nuk kanë rëndësi, pra të kritikojmë dhe të fokusohemi tek gjërat të cilat na bëjnë që të humbasim kohë. Një kusht tjetër është që edhe të mos mundohemi që të fitojmë, pra fitim nga egoja, kanë fjalën në çdo debat që na del përpara, në këto momente duhet të jemi të qetë. Në qoftë se jemi të qetë, në qoftë se komunikojmë ashtu siç duhet, kemi shumë mundësi për shenjën e akrepit që të gjitha problemet që dalin përpara ti zgjidh, dhe mbi të gjitha të krijojë dhe alat të rinj që të rrugë. Këta alat në përgjithësi do të krijojnë nga jeta e tyre përditshme, po ashtu edhe nga vendi i tyre punës. Në qoftë se në këto momente fillojmë të kujdesim, qoftë edhe në këto moment, për sa i përket rutinës tonë të përditshme, pra çfarë ham, çfarë pim, dhe në qoftë se fillojmë që të bëjmë një sport, është një mënyrë vërtet shumë efikase për të zgjidhur të gjitha këto. Arsyeja që them këtë është sepse do të jenë shumë më të kontrolluar fal kësaj. Pra, sidomos nga pjesa e sportit, duke qenë se do të jenë shumë më të aftë për të kontrolluar trupin e tyre, çfarë do lloji papritur që del përpara, do të jenë shumë më të qetë nga ana edhe psikologjike dhe do të arrijnë që të bëjmë më tepër ballë. Për shenjën e akrepit do të kemi edhe mbarimin e një periudhe ku ata vetë mund të jenë ndjerë të pasigurt. Duke qenë se kanë pasur një periudhë shumë të gjatë ku janë ndjerë, kanë qenë jo aktiv, ose çdo gjë që hynte në jetën e tyre nuk dinë se si ta prekin, si ta kapin ose si ta mbanë aty. Nga kjo hanë plot do të arrijnë që ta perceptojnë shumë mirë gjithçka. Detyrimisht kjo do të vijë nëpërmjet të papriturave, pra mund të kemi edhe probleme të cilat dalin papritur, po në qoftë se arrijmë të qetë, pra po e nënvizoj, kemi mundësi që çdo të papriturat të dalin përpara, pa t'i dalin mbanë dhe bile ta shndërrojmë atë në avantazhin tonë. Për sa i përket çështjeve sentimentale, shenja e akrepit në këto momente është në periudhën ku mund të ketë lidhje të reja, por është një periudhë ku përgjegjësitë të cilat mund të kalojnë partnerëve të tyre do të jenë shumë më të mëdha nga çfarë nevojitet në lidhje të reja. Ndërkohë që për sa i përket lidhjeve afatgjata, duke qenë se këtu mund të manipuloj pak më tepër veten e tij dhe mund të komunikojë në mënyrë të gabuar me partnerët e tyre, mund të hapë probleme vetes së tij. Si mund të zgjidhë të dyja në problemet në të dyja raste. Për sa i përket lidhjeve të reja, do të këshilloj që të jemi të balancuar. Pra, ajo çfarë kërkojmë nga personi përballë duhet ta kërkojmë në bazë të lidhjes që kemi. Nëse jemi një lidhje e re, nuk mund të kërkojmë që të, për shembull, nëse sapo jemi njohur, sapo jemi prezantuar, nuk mund të kërkojmë që të martohemi që ditën e nesërme. E njëjta gjë është e vlefshme edhe për sa i përket lidhjeve, ose më themi, për sa i përket lidhjeve afatgjata, ato që janë në çift, këtu mund të kemi një mënyrë komunikimi shumë të nxituar dhe kjo do të prek shumë egon, sedrën e partnerëve tanë. Prandaj edhe në qoftë se jemi më të kontrolluar në atë çfarë kërkojmë, në mënyrën se si komunikojmë, e kemi shumë më të thjeshtë që të zgjidhim problemet, edhe nëse ekzistojnë. Për sa i përket të ardhurave materiale, në këto momente shenja e akrepit është një nga shenjat më me fat. Në këtë pikë, sidomos nga bashkëpunime dhe nga partnerët e ka mundësi shumë të mëdha për të krijuar mërqenie shumë të madhe, do t'i këshilloj vërtet që ta përdorim. Edhe nga shoqëria mund të marrë një ndihmë, mjafton që të balancojmë relatat tona. Kjo është vetëm kusht që ka në këto momente shenja e akrepit.
Shenja e Shigjetarit gjatë kësaj jave kishte ndikime vërtet shumë të mëdha pozitive. Nga kjo hënë e plot, do të ketë ndikime pozitive, por do të ketë disi të anasjellta. Atëherë, gjëra që do të mbaroj për ta, ose me them periudha që do të mbaroj për ta, do të jetë periudha ku ata mund të kenë marrë risje të panevojshme, ku kanë filluar lidhje dhe nuk ju ka ecur lidhje sentimentale, më tepër bëhet fjalë, ku janë ndjer pa fat, pra përsa i përket çështjeve sentimentale, po ashtu edhe në lidhje me krijimin e burimeve të reja materiale. Gjatë kësaj jave mund të kemi vënë kthimin e disa të mirave materiale, por nga kjo hënë e plot do thot mbarimin e problemeve të rëndësishme në lidhje me këtë temë. Duke qenë se do të kemi pothuajse rilindje në këtë temë, si në jetën e tyre profesionale, në krijimin e një rruge të re, po ashtu edhe përsa i përket jetës së tyre familjare. Këtu vërtet që mund të marrim lajme shumë të mira për shenjën e Shigjetarit. Kjo hënë e plot për ta është vërtet pozitive. Kushti vetëm është që edhe këta të jenë disi të përmbajtur, duke qenë se bota e tyre brendshme nga kjo hënë e plot mund të vlojë shumë. Jo pak, mund të vlojë shumë, duke qenë se Mërkuri do të jetë i vendosur tek shtëpia e tyre ose më them tek subkonsciencia e tyre dhe mund të kemi dalë në sipërfaqe të gjitha problemeve që deri në këtë momente mund t'i kemi anashkaluar. Po ashtu, edhe temave që kanë pasur të bëjnë me partnerët e tyre. Nëse deri në këtë moment ka pasur gjëra që i kanë ngelur hatre ose që nuk i kanë shprehur, mund të dalin më njëherë, po më them të shpërthejnë më njëherë, sepse bota e tyre brendshme, siç e thash, do të jetë duke vluar. Për sa i përket komunikimit, edhe kjo është nga temat të cilat mund të çalojë gjatë kësaj periudhe. Prandaj dhe, një lloj siç ishte tek shenja e Gafores, shenja e Shigjetarit, do t'i këshilloja që të jemi shumë të kontrolluar në këto momente. Si mund ta bëjmë këtë, është vërtet duke numëruar deri në 100 përpara se të reagojmë. Duke qenë se në këto momente jemi shumë impulsiv, kemi më shumë tendencën për të reaguar përsa për të menduar, do t'i këshilloja që shenja e Shigjetarit, duke filluar nga data 4 bile do t'i këshilloj atyre, pra këtë fundjavë do t'i këshilloj që të jenë goxha të kujdesshëm, goxha të vëmendshëm, në mënyrë se si komunikojnë, në mënyrë se si reagojnë, edhe për udhëtimet që kemi ndërmend të bëjmë. Do t'i këshilloj që të rishikonim edhe një herë destinacionet, jo udhëtimet, mund t'i bëni, po destinacionet, që të jemi të sigurt, që edhe vendi ku po shkojmë është i sigurt, e të tjerë. Duke qenë se në probleme më të vogël mund të shpërthejnë shenja e Shigjetarit, por kjo është e vetmja gjë. Në qoftë se ne arrim që ta bëjmë këtë, siç e përmenda, është shenja më me fat. Në këto momente, duke filluar nga dita e nesërme me themi, do të kemi një ndikim vërtet shumë pozitiv, do të jenë shumë më tepër optimist. Dhe do të kemi shumë më tepër fat në çështjet sentimentale, sidomos në lidhjet afatgjata. Shenja e Shigjetarit është një nga shenjat që mund të ketë krijimin e lidhjeve të reja pothuajse menjëherë dhe janë vërtet shumë pozitive. Mund të kemi krijimin e stabilitetit brenda familjes dhe martesave. Po ashtu mund të marrim edhe lajme për fëmijë. Në këto momente vërtet që jemi futur në fazë ku nëse kemi pasur probleme, nuk kemi pasur mundësi që të krijojmë lidhje, e përsëris thjesht, vërtet mund të krijojmë lidhje shumë të shëndetshme dhe e meritojnë. Këtë më duhet ta analizoj, vërtet që e meritojnë. Ndërkohë që pika ku mund të jemi disi më të kujdesshëm është çështjet familjare në lidhje me prindërit tanë. Këtu përgjegjësia mund të jetë shumë më e madhe nga çfarë duhet të marrim, prandaj dhe do të këshilloj që të jemi të balancuar në këtë pikë. Pra, jo çdo gjë është përgjegjësia jonë. Në qoftë se ne marrim vetëm atë çfarë na duhet të marrim, pra vetëm përgjegjësinë tonë, atëherë do ta kemi shumë më të thjeshtë gjatë kësaj periudhe ta shijojmë ato të mirat që do të na vinë. Përsa i përket të ardhurave materiale, edhe kjo është një pikë ku kanë fat, do të vi si rrjedhoj e punës që kanë bërë, së mos rritjes së tyre në karrierë në këtë moment mund të kenë një rritje kolosale, po ashtu edhe bashkëpunimeve. Bashkëpunimet të shenjës së Shigjetarit ja u këshilloj domethënë. Shenja e Bricapit është shenja më me fat e muajit tetor. Këtë më duhet të them. Do e them nesër prapë, po e them që tani. Është vërtet shenja më me fat e muajit tetor. Ajo çfarë do të mbaroj për ta do të mbaroj periudha kur kanë qenë të pasigurt për hapat që do të tidhin, për pozicionin që ata duan që të marrin në karrierën e tyre, po ashtu edhe në lidhje me
jetën e tyre familjare. Duke qenë se mund të ndjer pak të padukshëm deri në këtë momente, kjo hënë plot për ta domethënë mbarimin e kësaj si periudhë. Mund të kemi mbarimin e një periudhe ku nuk kanë avancuar në karrierë, sado që të jenë munduar, sado që të jenë trajnuar, sado që të kenë komunikuar siç duhet apo jo, vërtet që shenja e vricjave mund të mos ketë marrë atë çfarë meritonte, ndërkohë që kjo hënë plot do thonë mbarimin pikërisht të këtyre. Pas kësaj do të kemi një vlerësim vërtet shumë herë më të lartë. Por mund të kemi disa tematika të cilat janë problematike. Cilat janë këto? Të ardhurat materiale. Këtu mund të jemi shumë të kufizuar. Sidomos, në qoftë se kemi bërë investime në bazë të fjalëve që na kanë thënë shoqëria jonë, këtu mund të kemi humbje. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me investimet të cilat mund të kemi bërë, duke marrë mendimin duke marrë mendimin e familjarëve tanë, sidomos xhaxha daj personë të tillë domethënë, edhe nga këto mund të kemi humbje. Por kemi mundësi detyrimisht që ti kalojmë këto ose ti përkthejmë tashmë në të fillojmë që të përkthejmë në fitime. Si do ta bëjmë këtë? Një në radhë të parë duhet të heqim dorë nga besimit i verbër tek personat. Normal që shenja e vricjave është nga personat të cilët janë më të kontrolluar, por gjithsesi periudhë duke qenë se mund të kenë qenë të lodhur shumë dhe çdo gjë nuk mund të ecte. Mund të kemë provuar edhe rrugë të shpejta, gjë që në këtë moment vërtet nuk është e këshilluar. Duhet të jemi shumë herë më të kujdesshëm, duhet të jemi shumë herë më të vëmendshëm në çdo veprim që bëjmë në mënyrë që të marrim fitime të mëdha. Kemi fatën e mirë që do të futemi në një periudhë ku fjalët e tyre do fillojnë që të dëgjohet. Dhe sidomos për sa i përket karrierës së tyre do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe, sepse do të kemi mbarimin në një periudhë ku kanë pasur vështirësi, nuk dinë se ku të ecin dhe cilët ishin personat me të cilët duhet të kontaktonin në disa raste. Tashmë do të futemi në periudhën ku ata vetë do të jenë shumë më tepër efikas. Komunikimi është shumë pozitiv, marrëdhëniet që kanë me vëllezërit dhe me motrat e tyre do të shkojnë një përmirësim të dukshëm. Në qoftë se kemi pasur përgjegjësinë e pothuajse gjithë familjes dhe të vëllezërve dhe të motrave, në këto momente do fillojmë që të shikojmë shpërblimin e këtyre. Shenja e vricjave është një shenjë që do të kenë ndikime më të madh pozitiv në këtë temë. Pra marrëdhëniet me vëllezërit dhe me motrat e tyre mund të bëhen vërtet shumë pozitive dhe mund të bëhen pikërisht ata aleatët të cilët do të ndihmojnë që të krijojnë një mirëqenie shumë të madhe ekonomike. Begatia që kanë pasur në shtëpi mund të them që do të fishohet, do të kemi përmirësime goxha të dukshme. Pika ku këshilla ime do të ishte që të fokusohemi pak më tepër do të jetë në lidhje me shëndetin e tyre, duke qenë se mund të kemi një sistem imunitar pak të ulët në këto momente. Nuk është shumë problematike, pak të ulët, thjesht pak të ulët, do t'i këshilloj që të jemi të vëmendshëm pikërisht në këtë temë. Por për personat të cilët vetvetiu kanë probleme me sistemin e tyre nervor, do t'i këshilloj që të janë shumë të kujdesshëm. E njëjta gjë është e vlefshme edhe me personat që kanë probleme vetvetiu me sistemin e tyre imunitar. Një gjë që duhet të jemi detyrimisht gjithmonë të kujdesshëm do të jetë në lidhje me incidentet dhe aksidentet, nuk do të jemi shumë të, ose më them, nuk do të jemi impulsiv në reagimet dhe veprimet tona, po ashtu edhe sportet të cilat janë që përmbajnë risk të lartë, do të këshilloj që gjatë kësaj periudhe, sidomos nga data 4 deri në datën 10 shtator, 10 tetor, do të këshilloja që të qëndrojmë larg. Dashuria, po, më falni, harova. I bëra gjitha pastirmat. Okej, dashuria për shenjën e vricjapit në këto momente është shumë pozitive. Për shenjën e vricjave mund të kemi njohje gjatë udhëtimeve bile. Duke qenë se në këto momente janë shumë aktiv në këto tema, mund të kemi njohjen e personave të cilët janë shumë pozitiv për ta. Prezantime nga shoqëria, prezantime nga kolegët e tyre, prezantime nga familja. Është një periudhë ku shenja e vricjave vërtet mund të krijojë lidhjen e tyre dhe mund të kalojë në martesë ose në lidhje shumë serioze, pothuajse më njëherë, do të marrim edhe lajme shumë të mira në lidhje me fëmijët dhe për shenjën e vricjave. Kjo do të jetë më tepër e vlefshme për ata të cilët janë munduar që të bëhen me fëmijë çështja periudhë. Pra jam me fat, më jam me shumë fat për çështjet sentimentale shenja e vricjapit.
Por fokusimi kryesor duke qenë se do të jetë në përgjithësi tek kariera, kjo është diçka që mund ta anashkalojmë, kështu që bëhet mirë që ma kujtuat. Pra edhe në çështje sentimentale jam më shumë fat, do t'i këshilloj që ta përdorim. Dhe shenja ujorit. Shenja ujorit është një nga shenjat që duhet jetë i kujdesshëm. Pika ku do të jetë i kujdesshëm është në lidhje me karrierën e tyre. Në gjasjane të plot do të kemi një mërkur të vendosur tek shenja e akrepit dhe mund të kemi një mënyrë komunikimi vërtet shumë agresiv, sidomos me personat të cilët kanë një farë autoriteti. Kjo edhe tek ata që janë tek vendi punës, por edhe në momentin që shikojmë persona, edhe policpilen, kur të shikojmë mundohemi që të futemi në një frym vërtet shumë kryeneç, që të kryejmë ngrihje pa kuptim. Për këtë arsye, shenjës ujorit gjatë kësaj periudhe, por i përsëris datën nga data 4, 5 deri në datën 10 tetor, do t'i këshilloj që t'jenë shumë të kujdesshëm, shumë të përmbajtur, të vetëdijshëm në mënyrë se si veprojnë dhe si reagojnë. Edhe në qoftë se bëhet padrejtësi rreth rrotullnesh, do t'i këshilloja që të qetësohemi dhe të reagojmë në mënyrë të kontrolluar, sepse mund të prishim vërtet shumë punë vetes tonë. Dhe në qoftë se prishim punë vetes tonë në këto momente, rezultati mund të jenë dëme shumë të mëdha, si në të ardhurat materiale, po ashtu dhe në mënyrën e tyre të jetesës. Mund të arrijmë deri në burgosje, prandaj dhe do t'i këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm. Për sa i përket vendeve të punës, kemi mundësi që të kemi ide vërtet shumë geniale për të rritur në karrierë, por në qoftë se veprojmë në mënyrë impulsive, shenja ujorit do të humbasit ato që ka. Prandaj dhe kjo është një nga pika ku do të këshilloj që të jemi të kujdesshëm. Ndërkohë që gjëja që do të mbaroj për ta, do të jetë problemet që kanë në komunikim. Pra, në qoftë se bëjmë kujdes, vetëm pak, dhe në qoftë se jemi të duruar, vetëm pak, do të gjejmë mundësi vërtet shumë efikase që të zgjidhim të gjitha problemet që kemi në lidhje me komunikimin tonë. Po ashtu, probleme që mund të kenë ekzistuar me automjetet tona, edhe këto do të normalisht ose nuk e kemi, mund të dalin sipërfaqe dhe pastaj t'i zgjidhim. Për të gjithë ata që dëshirojnë që të bëhen me automjet dhe shenja ujorit, është një periudhë vërtet ideale për këtë, sepse mund të kemi edhe mbështetje në këtë pikë, pra të ardhur material për të bërë me automjetin tonë, edhe nga familja, po ashtu edhe nga shoqëria. Kjo shoqëria mund të na ndihmojë edhe me kredi ose edhe me tematika të tjera, pra duke na dhënë dhe borx, varet se si i kemi marrëdhëniet. Një temë e cila mund të jetë pak problematike është çështja sentimentale për shenjën e ujorit. Një nga ndikimet kryesore është sepse do të kemë më tepër besim tek vetja e tyre dhe mund të flasin me shumë arrogancë. Dhe tjetra mund të jetë persona që dalin përpara në këto momente mund t'i çvlerësojnë, ose nuk mund t'i vlerësojnë ashtu siç duhet, për këtë arsye mund të humbasin dhe shanse për të krijuar lidhje të reja të cilat normalisht mund të ishin vërtet shumë efikase. Prandaj edhe do t'i këshilloj që çdo gjë ta vëzhgojmë me kujdes. Në këto momente kemi mundësi shumë të madhe për të krijuar lidhje të reja, por në qoftë se bien prej egos ton, detyrimisht kemi mundësi që të humbasim edhe atë që kemi në dorë. Pra është e vlefshme si për lidhje sentimentale, në lidhje me partneritetet, po ashtu dhe në lidhje me karrierën. Çdo gjë në këto momente për shenjën e ujorit është me kusht. Kushti është që të jemi të kujdesshëm dhe të vetëdijshëm. Në qoftë se arrijmë që ta bëjmë këtë, kemi mundësi shumë të mëdha, siç e thash, për të krijuar marrëdhënie shumë të mira nëpërmjet komunikimit tonë, duke qenë se jemi në periudhën ku do të krijojmë aleat shumë të fuqishëm. Këta aleat do të na ndihmojnë për të krijuar një jetë, një karrierë, më të themi vërtet fantastike, më thënë. Në lidhje me shëndetin, duke qenë se kemi të prekur sistemin nervor, shenja e ujorit mund të jetë një nga shenjat më të prekura në këto tema. Për këtë arsye mund të jenë shumë të lodhur në këto momente. Do të jetë e vlefshme edhe gjatë fundjavë, pra duke filluar që nga data 4 dhe në vazhdim. Pra pak a shumë 10 ditë që në vazhdim do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm. Në qoftë se kemi probleme me sistemin nervor, do të këshilloja që të bëni gjërat që juve ju qetësojnë, varet nga individi se çfarë keni gjëra që ju qetësojnë. Por në përgjithësi dush ose ecje në natyrë, normalisht na bëjmë mirë të gjithëve, kështu që edhe juve mund të bëjnë mirë. Shenja e peshqve.
Shenja e peshqve është shenja që ndikohet shumë në këto momente, duke qenë se kemi një verore këtu për aksi eklipseve është këtu. Patëm edhe 2 eklipse, njëra ishte te shenja e peshqeve, tjetër ishte tek shenja e Virgjërishës, për këtë arsye kemi ndikime shumë të mëdha, të cilat do të vazhdojnë për 6 muajt në ardhshëm. Në këto momente, shenja e peshqve, ose më themi nga kjo hënë plot, ndikimin më të madh do të ketë. Ajo çfarë do të mbaroj, do të jenë borxhet. Do të jetë periudha kur nuk kam pasur vlerësimin që duhej për sa i përket të ardhurave materiale. Këtu është gjithçka që preket. Dhe vlerësimi që kam pasur në marrëdhëniet e tyre, në çift. Për shenjën e peshqve është dhe mbarimi i periudhës së biqerisë. Vërtet, domethënë ata që nuk kanë lidhje, është mbarimi i kësaj periudhe. Do të kemi fillimin e një periudhe të re ku kam vlerë shumë të madhe. Do ta vlerësojnë shumë vetën e tyre detyrimisht, për këtë arsye do të kemi edhe një rritje vërtet shumë të madhe në vlerën që ata marrin nga njerëzit që kemi rreth rrotull. Këtu është e vlefshme edhe në lidhje me karrierën e tyre, në lidhje me jetën e tyre sentimentale, po ashtu edhe për sa i përket jetës së tyre të përditshme dhe familjare. Në këto momente shenja e peshqve mund të jetë pak e sfiduar dhe e nxitur, më të themi, në pothuajse çdo aspekt i jetës së tyre do të jetë efikase edhe për një afërsisht një javë në vazhdim, por si rrjedhoj e këtyre nxitjeve do të kuptojnë shumë mirë se cilat janë gjërat ose rruga ku do të ecin, gjërat që duhet të mbajnë jetën e tyre, ose që duhet të zhvillojnë më tepër, sepse këtu janë në fazën e zhvillimit tashmë. Dhe do të kemi edhe fillimin e një periudhe ku ata vetë mund të kryejnë burime të reja të ardhurave materiale dhe burime qetësie, më duhet ta analizoj. Kjo do të ndihmojë vërtet shumë për pothuajse 6 muaj në vazhdim. Në këto momente, siç e përmenda, kemi varimin e periudhës ku kanë pasur borxhe. Pra, të ardhurat materiale do të fillojnë që të rriten në mënyrë të konsiderueshme. Për shenjën e peshqit, ajo çfarë do të këshilloja, ose më themi, fokusimi kryesor në këto momente, duke qenë se do të jetë rritja e vlerësimit që ata japin vetes së tyre, mund të bëjmë pak fanatik në mbrojtjen e të drejtës së tyre, në thonjza, në disa raste dhe të ideologjive të tyre. Kjo do të është pikërisht ajo çfarë do të këshilloj që të qëndrojmë larg, duke qenë se nuk na shërben në asnjë lloj mënyre. Në qoftë se e bëjmë për qëndrojmë larg fanatizmit, fokusimit tek debati, duke qenë se tek nuk do zgjidhet dot asgjë, do të kemi vërtet një zhvillim shumë të madh në pothuajse çdo aspekt. Për sa i përket shëndetit, shenja e peshqve është një nga shenjat që do të kenë ndikim më të madh pozitiv. Eklipsi që ishte tek shenja e Virgjëreshës, për ta në një farë mënyrë do thoshte edhe mbarimin e problemeve të rëndësishme që kanë të bëjnë me shëndetin, duke qenë se këto dy shenja janë të lidhura me njëra tjetrën. Kemi pasur mbarimin e një periudhe ku mund të kemi pasur një sistem imunitar goxha të ulët, dhe nëse kemi pasur edhe në këto momente kemi probleme me këmbët, dhimbje këmbësh, ose ndoshta mund të jemi rrëzuar dhe në një farë mënyrë të kemi këtyre probleme këtu, do thonë mbarimin e këtyre. Kemi një rritje të imunitetit gradualisht, por duke qenë se temperaturat mund të jenë shumë të lohatura, detyrimisht do të këshilloj që të jemi të kujdesshëm në lidhje me këtë temë. Gjatë kësaj hëne të plot, mund të kemi edhe, ose më thënë faq se hënë të plot, mund të kemi edhe krijimin e alatëve të rinj, të cilët do të na ndihmojnë që të zgjidhim të gjitha problemet që mund të ekzistojnë në lidhje me trashëgimit, që të marrin vlerën e të ardhurave materiale të përbashkëta, apo edhe rikthimin e borxheve. Është një periudhë shumë pozitive për shenjën e peshqve. Periudha e akrepit do të jetë edhe më pozitive, por që në këtë moment për shenjën e peshqve është një periudhë shumë pozitive, do të këshilloj që ta përdorim. Dhe kjo hënë plot vërtet do thonë mbarimin e pothuajse të gjitha problemeve vërtet. Fola për të gjitha shenjat dhe për ndikimet e përgjithshme. Për ato shenja të cilat nuk fola për një temë të caktuar, specifike, do të thotë që duhet të dëgjoni pjesën e përgjithshme. Për përsërisë edhe një radhitjen, unë gjithmonë do ju këshilloj që të dëgjoni pjesën e përgjithshme, duke qenë se janë ndikime të përgjithshme që ndikojnë tek natyra, na ndikojnë të gjithë. Dhe do ju këshilloja edhe që të dëgjoni pas, sidomos pjesën që flas në lidhje me shëndetin, sepse aty gjithmonë është diçka që na prek të gjithë, sepse preket periudha ku jetojmë. Pas kësaj, pas ndikimeve të përgjithshme, do të këshilloj që të dëgjoni shëndetin për ata që e dinë detyrimisht. Dhe
pas së shëndimit do të këshilloj që të dëgjonit shenjën tuaj të diellit, pra shenjën tuaj të zodiakut. Duke qenë se është hëna e plot, mund të merrni edhe shenjën e hënës për të gjithë ata që e di. Faleminderit shumë edhe juve. Shumë faleminderit që morët pjesë dhe për vlerësimin që më dëgjoni, është bom, po shkon ora 9. Unë në përgjithësi lidhjet e mia të drejtë për drejta i bëj ditëve të hëna dhe ditën e shtunë kam një lidhje tjetër drejt për drejt që e bëj për në lidhje me parashikimin javor, por këtë javë, duke qenë se ishte fundi i muajit dhe fillimi i muajit të ri, kisha shumë punë, prandaj dhe parashikimin për hënën e plot e bëra sot. Në përgjithësi lidhjet e mia të drejt për drejta janë nga ora 19 deri në orën 20. Edhe sot në atë orë fillova në orën 19:30, ndërkohë që lidhjet e drejt për drejta për hënën në kërkëndjes javore i bëj gjithmonë ditën e shtunë, atë mund ta filloj me shumë mundësi, domethënë filloj rreth orës 18 deri në orën 19, pra nga ora 6 deri në orën 7 pasdite. Të gjitha këto video të drejt për drejta që i bëj, i dhe te kanali im YouTube, mund t'i ndiqni edhe që atje. Po i bëj fikse, pra të shtunën e keni fikse, mund të merrni pjesë, për shembull edhe këtë shtunë do të bëj një lidhje të drejtë për drejtë ku do të flas për parashikimin javor që do të kemi në vazhdim. Lidhjet për parashikimin javor janë më të shkurtra detyrimisht, ndërkohë që lidhjet për ndikimet e cikleve të hënës i bëj gjithmonë më të gjata. Më pëlqen që të flas më tepër detaje, sepse ndikimet e ciklit të hënës janë shumë më të fuqishme. Për vitet në vijim, tranzitat do të sjellin probleme me shëndetin. Probleme me shëndetin maksimumin e kemi në këto momente, jemi në pikun e saj, duke qenë se aksi eklipseve është tek shenja e peshqve dhe ajo e birgjëreshës. Birgjëresha ndikon drejt për së drejti tek shëndeti jonë. Për këtë arsye kemi probleme shumë të rëndësishme në këto momente. Kemi daljen edhe probleme të epidemive dhe të pandemive, për shembull, Covid është rikthyer përsëri. Nga ky eklips, nga kjo hënë e plot mund të kemi daljen në skenë edhe të sëmundjeve ngjitse që kanë të bëjnë me ato që janë transmetuara seksualisht, si thash. Emri im tek kanali im YouTube është i njëjtë, se e kam një lloj tek të gjitha platformat e mia, është astrologe Denisa Shyle. Nuk keni pse të merrni me hamendje asnjë gjë tjetër, është një lloj në çdo platformë. Dhe mbi të gjitha, edhe tek profili im, edhe tek Instagram, edhe tek TikTok-u mund të kaloni direkt sepse kam linkun e kanalit tim të YouTube-it. Rostart. Shumë faleminderit. Kemi shumë stres, nuk do t'ju shtoj dhe unë stres më vete, prandaj mundojmë që t'jem sa më ishit jetë mundur. Dekord, pra. Atëherë, shumë faleminderit edhe një herë që morët pjesë. Unë po e mbyll dhe shihemi përsëri ditën e shtunë. Pafshim.